Një pjesëtari policisë të Kosovës, i cili diku ka qenë edhe në radhët e UÇK-s, është gjetur i vrarë përpara banesës së fundit. Duke u kthyer nga puna me shoferësh deri policisë së Kosovës Muhamet Lika u vrandën në sëmartjes së shkallës së ndërtesës kubanore. Ai mori një plak në trup e mjet në shendrën e mjekësisë familjare në Kaçanik konstatuan vdekjen e tij. Autoritetet akoma nuk kanë identifikuar dy persona që dyshohet se janë përgjegjës për vrasjen e zyrtarit policor. Të njëjtës sipas provave të siguruara nga institucionet e hekurësisë janë heruar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur. Shumë të persona, ngjarjes. Po me kanë jo për pyeta për këtë, deri pajisjet tonë të Policia ka intervistuar disa persona dëshmitar apo persona që mund të kenë informacione, po ashtu nga ana e institucioneve është Prokuroria dëshon se vrasja e zyrtarit të policisë së Kosovës ishte e planifikuar, derisa thuhet se kërkohet zbardhjen e motivit. Përshkruan shikimin deri në tani. E kubler. Në 2021 para që ishte në pronësi të viktimës ishte vdekur nga persona që akoma nuk janë identifikuar. Prokuroria thotë se akoma nuk ka gjetur prova që të lidhen vrasjen e motivit të lokalit të vrasjes së Lika, ose do të vazhdojnë viktimat. Familjarët e zyrtarit policor thonë se nuk kanë pasur një